Vetë fjala krimi i organizuar do të ketë kontrapartin e vetë brenda institucioneve të cilët janë përgjegjës për kontrollimin e kësaj situate. Zonja sqaroi shumë mirë, domethënë se si perceptohet edhe situata brenda policisë shtetit. Unë do theksoja këtë. Krimi i organizuar në vetvete ka 4 faza të vetat. Është organizimin vetvete për me kry në thojse biznesin e tij, fillon akumulimin, që është faza e dytë, pra vjel ato që ka mbjellur. Faza e tretë është pastrimi i parave. Këto para ku do pastrohen? Pra të banë, jo me i fut lavatrice, jo. Po këto para ricirkullim ekonomik. Pra do të futen brenda sistemit legal që janë bankat, investimet dhe botat i njohur. Tani, unë do të jap një fakt që ta kuptoni se çfarë ndodh. Kjo është nga një vëzhgim i një oficeri policie i cili pikërisht ne jemi të përgatitur për antikrimin, pavarësisht se na kanë vënë etiketën se na dërguan jo në qarkullim, jo në forcat e ndërhyrjes shpejtë ose të forcave speciale, po në vërtet formimin tim e kam pikërisht në luftën kundër krimit të organizuar. Pra, do të thoja që nga vëzhgimi im në një punë private që do t'ja vetëm një shifër, afërsisht në Shqipëri, në vitet kur u vodh avioni në Rinas, që vodhën miliona, edhe punoja për një X kompani që transferonte lekët. T'jeni të bindur që njëra nga kompanitë që u munduam ta organizojmë që mos ta ngrenim brenda parametrave që mos goditeshin, transferonte afërsisht tek $20 milion në një bankë e nivelit dytë, 20 milion në çdo javë. Vetëm një bankë. Atëherë 20 milion për 4, sa i thënë? Ai thënë 80 milion. 80 milion. Sa bankat nivelit dytë janë që këpërse shkojnë blindat? 5, 6, 7, 10. Pra, minimumi, po e bëjmë një minimum, 100 milion euro çdo javë. Ikin, jo, në muaj. Në muaj. Për bank, po thua. Po e marrim minimumin e mundshëm. Të gjitha bankat në blok çojnë 100, pra për 12 muaj ai thënë 1.2 miliard. Po. 1.2 miliard euro, pra kthehen cash. Nga këto 1.2 miliard, po të bësh analizën, sa janë që janë injektuar, pra është leku që vjen brenda, pastrohet, futet në sistemin bankar dhe vazhdon prapë në për euro. Në rastin më të keq 25%, thonë. Edhe njëherë, jo, këto 100% këto 1.2 miliard janë të pastra. Po, ku janë pasur? Ç'a prodhojmë ne që ne kemi këtë kapacitet që ne të nxjerrim atë lloj valute? Pikërisht pra, atëherë, pra 1/4 e GDP-s të këtij vendi është lek që ikën direkt jashtë, e kesh është lek i thatë që del. Atëherë, unë po ja jap këtë shifër pra, një vëzhgues i mirë, se analizat kështu fillojnë në bëhen. Sa vinë, sa shkojnë, sa hynë, sa dalin, edhe problemi është çfarë prodhon. Çfarë prodhojmë ne? Ca këpuc, ca brek. Pra, ose kemi edhe, është një nga prodhimet kryesore është edhe kanabisi. Kanabisin e kemi, domethënë është i cilësisë lartë. Pra, ju dhash vetëm një indicje për të kuptuar sasinë e pastrimit. Pse thuhet në krimin e organizuar ndiq para. Sikur gjysa këtyre t'jenë lek të pastruara, pra imagjinon dot, tani faza e flasim e katërt. Faza e katërt, këto lek merren dhe investohen. Shumë mirë që investohen, por problemi më i madh është që bizneset e sakta që mundohen të mbjetojnë, nga njerë kam edhe shprehjen time si maca në xham. Ke parasysh maca me kthetat në xham mundohet, pra për jetën e tyre, po prapë rreshket të mbjetojnë, këta që kanë lekët i injektojnë me njëherë. Pa llogari ekonomike, pa plane, pa projekte. Pra injektimi i menjëhershëm që është edhe një ndër fazat e pastrimit, çfarë ndodh? I rënon, i gjunjëzon edhe këta. Gjunjëzimi i këtyre çfarë sjell? Mungesën e taksave. Mungesa e taksave çfarë sjell? Domethënë të gjithë mungesë shërbimesh. Po pikërisht pra, atëherë prandaj nuk është vetëm se hajde se këta po sillin lek, po mënyra se si këta operojnë
Atëherë dalim në përfundimin. Nuk është gjë tjetër vetëm se është një shkatrim. Jo kancer. Prandaj thuhet ka një filozofi pra, dakor se ka një strategji komunikimi edhe ata në thojza që e kanë për detyrë ose në përreshta kur shprehen që thonë po injektohet lek, po vjen lek. S'bëjnë gjë këtu, punojnë ande. Po pikërisht kjo sasi monetare, kjo vlerë monetare e injektuar brenda ekonomisë, si rrënimin e ekonomisë. Nuk është çështja e fitimit, se ti mund të fitosh, ama pastaj është edhe tek shpërndarja. Këto ku shkojnë? Shkojnë në 1%, 2% popullsisë. Në momentin që shkojnë në 1%, 2% popullsisë, këta nuk janë edhe aq të aftë inteligjent sa në vend të hapin fabrika dhe të hapin vende pune, hapin lokale. Hapin lokale dhe hapin, pra të ta marrim edhe në planin sociologjik. Ku investojnë? Mos kanë hapur një fabrikë në të stabilimentit. Laborator kërkimi. Po, laborator kanë hapur ato, por laborator distilimi. Laboratori kërkimi i kanë bërë tirit kërkimet para pra, më thoni, me gjithë këto lekë që injektohen nga krimi organizuar, që janë akumulu. Ja ka pallate. Më thoni, po edhe pallatet është i ngurtësuar, nëse tjetri shkon edhe i ngurtëson këtë lekët, edhe i bën lekët beton, vetëm nga betoni vetëm do mërdhifësh, edhe do të vi lagështia.